Unë ndjek aktivitetet të Durrës, kam ndjekur dhe ke Pallati i Kulturës, shfaqje teatrale të ndryshme. Si shikoni jetën kulturore? Në fundjavë si kalojnë qytetarët që janë pushim? Po varet si organizon çdo njeri fundjavën e vet. Varet, për mua është shumë bukur. Për shembull, çfarë bëni ju në fundjavë? Në fundjavë varet nga organizimi familjar, ka raste që dalim, shkojmë jashtë qytetit, ka raste që dalim në Durrës, shkojmë tek muzeu, kemi vajtur. Kur ka pasur ditë shtune e teatrin e kemi parë. Me familjen, me shoqërinë, me kë? Edhe me familjen dhe me shoqërinë. Me shoqërinë zakonisht jemi bë ditë mërkure kur ka pas shfaqje, se fundjavën e përkushtojmë familjes. Ku i argëtoni fëmijët? Këtu, ke kjo të në dalit që kam bo këto të më dhënë bashkisë. I djerim nga deti, unë pres gjyshen e kësaj, në grunë timi që të shkoj ke bregu detit. Si kaloni zakonisht fundjavën? A ka aktivitete kulturore për të rritur apo për fëmijë? Si e shikoni ju këtë? Allah është dhe gjë është për dëshëruar, jo vetëm aktivitetet, për shumë gjona. Shumë gjë. Një kinema, një teatr kukullash për fëmijë. Së bëhet lafe, më të lodhë. Ndiqni zakonisht? Televizorin. Dhe më në ato emisionet për fëmijët, jënë babit i vu, ato gjë, ato japin fëmijëve. Mjes për mjes. Qytetarë Durrësaki janë qytetarë të kulturuar dhe dinë si menaxhojnë gjithë javën, menaxhojnë dhe fundjavën. Ne na ka dhënë Zoti bregdetin, vilën, ambientet çlose, dhe këtë shesin që pa dhurat nga ato që e bën, edhe e kalojmë shumë mirë. Dielli po të animon, pranverë vërtet, shumë mirë. Edhe për ditë e bëj bile, se kam një mbes vogël e nxjerr për ditë bregu detit. U knaqem ato të ditë që ishim ato kalamajt e gjithë në shkallë ballkanike. U knaqem dhe fëmijët me ato. Duhet me shumë jetë artistike. Tjerat janë mirë, në rregull janë.